Këtë mëngjes Zdunja u zgjua në trishtimin e një vrasje, të cilën e mori vesh nga mediat. Një grua, pra zonja Hava, e cila 3 ditë më parë ishte raportuar nga djali i saj se ishte zhdukur dhe nga kamerat e sigurisë, djali kishte parë se kishte hyrë në një veturë të tipit Fiat, ndërkaq personi i cili ishte i dyshuar se e ka marrë zonjën. Pas 3 ditëve, policia ka zbardhur rastin dhe bëhet fjalë për një vrasje. Zonja Hava është gjetur në atarin e fshatit në Kotin, e vrarë, e djegur dhe e groposur. Sektori i punëve të brendshme në Tetov, zyra e jashtme për punë kriminalistike në Gostivar ka paraqitur kallëzim penal kundër SM 53 vjeç nga fshati Negotin, komuna e Vrapçishtit, për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale vrasje, sipas nenit 123 të kodit penal. Konkretisht, më datë 9 dhjetor 2025, JM 34 vjeç nga Gostivari ka raportuar se nëna e tij, HA 53 vjeç nga fshati Raven, Gostivar, ishte larguar nga shtëpia dhe më vonë në kamerat e sigurisë vuri re se më datën 7 dhjetor 2025 ajo ishte marrë me një automjet pasagjerësh Fiat, pas së cilës ajo nuk kishte qasje në telefonin e saj. Ai gjithashtu raportoi se në kamerat e sigurisë kishte vënë re se natën ndërmjet 6 dhjetorit dhe 7 dhjetorit të vitit 2025, personi SM kishte hyrë dhe kishte kërkuar në shtëpinë e tij dhe si ishin marrë para nga dhoma e tij. Më 11 dhjetor të vitit 2025, në orën 2:15, SM është privuar nga liria me dyshimin se kishte detyruar HA të largohej nga shtëpia me të. Pas marrjes së masave në lidhje me rastin dhe pas kontrolleve të kryera të video incizimeve, është konstatuar se i dyshuari kishte dhënë dëshmi të reme në stacionin policor. Gjithashtu nga listingu i thirrjeve është marrë dhe konstatuar se HA për herë të fundit kishte kontaktuar me të më 7 dhjetor 2025. Më vonë, me urdhër të gjykatës, është kryer pastisje në shtëpinë e SM, pas së cilës është privuar nga liria edhe bashkëshortja e tij, GV 48 vjeç. Në një bisedë zyrtare në stacionin policor, GV-ja ka pranuar se bashkëshorti i saj SM e kishte vrarë viktimën HA me pistolet dhe kishte treguar vendin se ku e kishte varrosur. Pas kësaj, punojësit e policisë nga zyra e jashtme për punë kriminalistike Gostivarit në prani të prokurorit publik kanë kryer këshyrje në vendin e ngjarjes në fshatin Nogotin, ku u gjet trupi i HA. Me urdhër të prokurorit publik, trupi është dërguar për obduksion. Ekipi i Tetova sot ka ardhur në fshatin Zdunj për të pyetur banorët se si e njohin zonjën Hava dhe familjen e saj dhe sa ky rast i ka tronditur ata. Po që këtu ka një 3-4 ditë, 5 ditë ka që shubo kjo rastja. Ne kina si familja kina atë burin e kësaj zonjës. E në murën vesh ishte që këto ditë se u bo e gjetën vdekat age Negotojnë. E ne dishim se para 2 vjetë ajo ishte Gjermani ishte, pa që te ka një 2 vjetë është këtu. Me agem të kishte Gjermani. Këtu me cilën ka jetu zonja? Me gem, 2 gem ka. Ato Gjermani punojnë. E këtu ajo vetë ka qenë? Vetë ka qenë, një mot ka vetë ka qenë, një mot e gjimë, sa ma pare ajo ka punu age Gjermani, që me gem bashkë age. Nuk dina, asë një abja s'kina, nuk dina. A ju ka trondit ki rasti, a është keq në fshatin tuaj? Pa keq është ki, shumë keq. Kjo është një katastrofë, si të thomë. Shumë nisen, nuk është mërë për katundin tonë, ama që u bo kjo rastja kështu qëtë. Ska që. Nuk e njofë për që. Din të fali badi ava që ishtë. Po, më si katund, a ju ka trondit ki rasti? Që nuk tronditet, a ju ka tronditet. Të tretë, të njëse nuk dhe asë nëse. A ju bon të ndjeni keq fakti që po shpeshtohen vrasjet të disa ditë më parë në Debresh ndodhi sot këtu? Si nuk është. Si ku gjegjen është të fjale është, nuk është mirë. është keq. Ama nëse ka tonë dhe e njëse, nëse pi ka tonë, është qishë. Që këtë thuje, na ka ardhë keq, nuk e kemi prit? Ne këtë si fshatarë të usë kina prit që këtë fjallë se ka ndodhën në vrasje
s'kina marrë vesh, s'kina. Ne ne kuptojmë që mund të një sen të zonë ndodhe. Se s'ka pas as një farë problemi këtu ashtu, për të thonë që me të vërtet mund ndodhe dhe një sen të ashtu. Si e kini njoftë atë gruan, me cëllën të jetë? Dhe atë gruan se kom njoft hiq, a burin asaj, Rametliun e kom njoft, a gjemëtën e gjemës që janë njoft. Të rrisë e rejnë, kanë dhe në Gjermani shumë minë. Mene, si njoft. Si e vlerësoni ju faktin që një grua gjendet e vdek ose vritet në kodë sotit? Valla, si të thomë, gjendja është shumë keq, ne nuk është mira që ndodhe diçka, ama që pas ka ndodhe ne, pa ditë, ne nuk dim gjatë. Jenë dhe të informu të lartë. Ju e njihni familjen e asaj zonjës? Në familjen e njohmi njërës familjar kanë kjenë, vine këtë rast kështu unë, besa nuk është për të besu. Kështë në qarë punohet atë një zote din, ama s'kanë kjonë atë ka dy gjemë, gjemë t'i ka për jashtë, gjemë t'i kanë shumë mirë, familjarët këtë mirë. Ju e keni njoftë zonjën, e keni pakën dhe... Si jo, zonja si zonjë halis. Po rrugën e vete, fëmijët i rejti, buri ka vdek, herat i ka vdek, i rejti fëmijët, i martoj, shpëja boni, vine deri këtë rast, kjo çudi diçka. Me të vërtet, ku e dumë që dhe një koha a ka ndodhë kështu diçka. Kjo kështu në ta bone njeriu, e në me pas diçka, ma njeriu në pozit të bish, besa bashkë çudishme. Prap ato e din, se për ne këtu në s'ka pas asnjë problem. Gjem t'i ka shumë të mirë, me të vërtet kvalitet shumë gjem. Ato gjem kush i ka rejt qa e nonë që qa e babë. Se si kur t'ishin ato ashtu dhe një send, ato gjem nuk ishin ashtu në të mirë. Me të vërtet gjem t'i kanë shumë të mirë. Ndërkohë pia ditë kur e paraqiti djali si të humbur nanën e vetë, Po. ka pas fjalë nga më të ndryshmet. Çfarë keni arrit ju këtu në këtë kafenen e fshatit të kuptoni? Kimi digjo ashtu diçka, djali vinte, interesoheshte për nonën, fëmijën jarrinte çajo, nonën jarrinte fëmijën e djalit aty, ishin gurbeta tone, që ku thom ato njerëz familjar. Nuk kam pas ashtu në asnjëherë s'kam pas ke ato ashtu në ndodhje. Për gjithësi si familja ative ju në këtë mirë. Edhe nuk kam pas asnjë me dënjë problem dhe një send, kjo bashkë e çuditshme diçka kjo. Në fundi çfarë dhe dale nuk e di, ama me të vërtet s'ka fjalë, ku e du, me të vërtet shumë keq. Ju ka befasu lajmi shumë. Po, bashkë për befasu, bile sot ne me njës e digjum pak, se kemi këtë në këtë rasti, se nuk se ka pas dhe një problem, edhe ma pas dhe një send problem, edhe nuk vinë çudi, ama kjo here parë, kjo ndodhën e në bashkë çuditshme. Zdi, edhe s'kom fjalë që ka me të pa. Ative zoti sabrin, ketër asgjë. Ase si familje, si gjem me të vërtet i ka, se unë që këtu jo në rritë, ato gjem me të vërtet shumë kvalitet gjem. Ato gjem të i ka rritë dëkush.